me emrin të Majt Zot. Kjo që dua të them tani, faleminderit dhe për merit vetëm Majt Zot, është historike, ka të bëjë me teorinë e gjithçkaje. Para se t'ja fillojmë faleminderit Majt Zot, ta shpjegojmë pak a shumë se për çfarë bëhet fjalë, edhe pse gjërat shkencore nuk mund t'i themi akoma të gjitha. Desha të tregoj një ëndër që kam parë me Allahun, me të madhërishmin, ca kohë më parë, pa ta thënë një video tjetër që desha ta tregoj, gjithsesi shkurtimisht fare për çdo që mund të habitet, si ka mundësi del dhe pretendon teorinë e gjithçkaje, për momentin përgjigjja është vetëm kjo. Pastaj më vonë ndoj Majt Zot, shikojmë pak më tepër. Kjo është përkthimi i Kuranit në italisht, i hebreut musliman, si përkthim i hebreut musliman Gabriel Mandel. Gjithsesi, deri tani nuk ka dalë teoria e gjithçkaje, sepse teoria e gjithçkaje ka qenë Kuran. Ja pse deri më sot shkenca nuk e ka zbuluar. Një diçka që ka shekuj që kërkohet, për ata që nuk e din, madje Einsteini u mbyll vitet e fundit pikërisht për këtë, për zbuluar, po themi, një diçka që bashkonte shpjegimin e krijimit në univers. Edhe pse teoria e gjithçkaje e quajti dikush tjetër pak më vonë, gjithmonë në shekullin e 20, por që nuk më kujtohet emri. Faleminderit Majt Zot, desha të them shkurtimisht ëndrrën. Para ca kohësh në një xhami ishte një gjest fare i thjesht, ndukje, po faleminderit Majt Zot, mendova një diçka që atë mund ta dinte vetëm Zoti se çfarë mendova unë. Edhe po atë natë, pash në ëndër, sikur ngrihesha lart, deri në një fapike, nuk shikoja asgjë dhe dëgjova që mu tha, që kur e ke kuptuar se larg meje duke qëndruar nuk ka të përparuar, do të bësh çdo gjë për të mu afruar. Kjo duke qartë, faleminderit Majt Zot, që ishte ëndër me Allahun, po unë nuk e kisha pas ditur me të lartësishmin, nuk e kisha pas ditur me bujarin e pamas, nuk e kisha pas ditur që duhet treguar. Thash me një video tjetër, lexova një hadith, po ja që erdhi puna që tregohet për një diçka madhështore, siç është teoria e gjithçkaje. Dhe faleminderit Majt Zot që ma kujtoi, nuk e kam pas marrë në shënim, ma kujtoi tani para ca në fillimin e viteve 90, pas gjimnazit shkurt muhabeti, mu ofrua që të shkoj të studioj në Arabinë Saudite. I Majt Zot mjafton si dëshmitar, por ka qenë aty gjyshi, i Majt Zot më shëroft aty ku është, nuk është më në këtë botë. Yusuf Salkurti edhe babi po. Edhe e kishin bërë mend që Yusuf Salkurti të më gënjen. Të më thotë që po mund të studiosh në Arabi Saudite edhe jo vetëm për fe, edhe për diçka tjetër që don ti. Edhe i thash unë nuk e di, i thash a vetëm sa të ka dalë bursa me shku me studiu atje, pra atë kursin që thash kemi pas bërë, me një video tjetër. Thash, a ka mundësi me studiu diçka tjetër përveç shfes? Tha mua, çfarë do me studiu? Thash fizik. Tha po, tha ka. Okej, thash jam dakord, du me shku. E përsëris 7 vite studim në Arabinë Saudite, vetëm që të mësoja gjuhën, jo të studioj Kuranin. Vetëm që të mësoja gjuhën, më duke humbje kohë. Edhe për aq sa mësuam kurs, me aq sa na thanë ne në atë kurs, ajo ishte vetëm e mësu gjuhën arabe kot, pra jo se duaj studiu Kurani, sikur gjithçka nga Kurani kishte dalë, s'kishte nevojë më të studiohet. Kur më pas seriozitetin fytyrë Yusuf Salkurti, tani u përja shikoj fytyrën, u kthye direkt nga babi dhe i tha, jo, tha, është e kotha që ta gënjim. Tha se ky do shkon atje dhe do ik, do e lër. Edhe më kthye direkt mua, tha, jo, e ke studimin vetëm për fe. Thash atëherë nuk duhet shkoj. Ja fizika, teoria e gjithçkaje në Kuran. Si Majt Zot nuk është arrogant, do me studiu për fizik, nuk është gjuna, dua studiosh për fizik. Ja, më duket sikur Majt Zot më ka dërguar në Itali, më ka mundsuar që të mësoj italisht, vetëm që të shkoj të marr këtë përkthimin e hebreut musliman Gabriel Mandel, që i ka dhuruar pa i Majt Zot. Përkthim pa të cilin, që ka mundsuar po i Majt Zot, se më vetëm Majt Zot si për mua, si për ato, si për këto, shumë gjëra që janë pjesë përbërëse të teorisë gjithçkaje nuk do kishin dalë. Dhe faleminderit Majt Zot edhe diçka tjetër që ma kujtoi tani, faleminderit Majt Zot, kam pasur në shtëpinë time në komunizëm. Hoxhallah një ndër ato ka qenë pikërisht babai Yusuf Salkurtit, është akoma gjallë, barakallah. Hafiz Tahir Salkurti, dhe është
një ndër ato persona që ka mësuar më zot frymëzohem që fëmijë ku duke i dëgjuar ato ndërtoja pyetje dhe thuja ëndra që mi dhaj më zot gjitha përgjigjet duke studiuar Kuranin. Sigurisht tash merit veçantë për diturinë që i ka pasduruar dhe i ka adhuruar edhe sot e kësaj dite ta dëgjosh, është enciklopedi, është ke qejf ta dëgjosh, është pikërisht Hafiz Tahir Salkurti, madje zot më mësoftë edhe fëmijëve vet Isuf dhe Munis Salkurti të thonë, do më zot më mëson edhe mua. Fare mi mund t'i thuhet atij fëmijës, një ndër atyre fëmijëve të asaj shtëpisë ku ke pasmajtur ligjëratën komunizëm, fshehurazi sepse atje ka qenë diktaturë, i ka dhuruar më zot teorinë e gjithçkaje. Edhe një pjesë i më zot e din se sa, po sigurisht një pjesë i shkon atij dhe faleminderit për merit vetëm më zot. Po ja lejoj vetës ta them që për bindjen time personale, Hafiz Tahir Salkurti do jesh një ndër banorët e xhenetit Firdeus. E i më zot ta mundsoft. I më zot ta bashkoft atje do i më zot besmas brezi. Amin. Tani kalim pak tek shpjegimi shkencor. Thash dhe përsëris nuk e kam zgjetur shkenca dhe im sot sepse kishte qenë në Kur'an, teoria e gjithçkaje. Dhe do të lej vetë gjithashtu të thëni diçka, faleminderit për meritet më zot. Jo për ta marrë për test, sepse edhe një farefisë më tha, "Ore, ta ja ke idenë se çfarë pretendon?" Thash faleminderit më zot, jo ja kam idenë. Por për meritë, faleminderit më zot, mund të them edhe këtë. Kushdo mund të futet dhe ta shikojë edhe vet, shkenca deri më sot, edhe mua po të më kishte pyetur dikush pak më përpara, ç'është teoria e gjithçkaje, ç'pret bota nga teoria e gjithçkaje, do kisha thënë bashkimin e kuantikës mekanike me gravitetin e relativitetit të Einsteinit. Ndoshta mund më ishte kujtuar shpjegimi i forcave të forta dhe forcave të dobta, kaq. Ka edhe pak më shumë, po gjithsesi, ajo që dua të them është kjo. Teoria e gjithçkaje e vërtetë që dhuruar më zot është, është nga 300 deri në 1000% më shumë. Si në aspektin teorik, edhe në atë praktik, teknologjik. Pra është shumë më e bukur, shumë më e pasur, shumë më madhështore se teoria e gjithçkaje që pritej. Po nuk mund të hyjnë shumë në detaje, sepse madje dua ta them edhe këtë, përgatitja në video të shkurtër, edhe desha që të publikoj vetëm kopertinën e librit. Edhe aty, në atë kopertinë, më imagjino sa mund të shkruash të kopertinë. Edhe aty ka mundësi, për ata që nuk e din, për të patentuar. Patentuar do thot kur ka, faleminderit për meritet më zot, mundësi që të patentohen, si në Zvicër për shembull që është WIPO, teknologji të reja. Ju merret patenta, faleminderit për meritet më zot. Pra edhe më pak ka rrezik të patentimi me këtë që ofron kjo teori e gjithçkaje. Dhe faleminderit më zot. Po e them edhe këtë tjetër, një ndër provat që kjo teori është ajo e vërteta, është sepse prodhon teknologji që tani. Pra ata që nuk e dinë, në WIPO nuk të pyet kush është teoria e gjithçkaje, prodhon diçka, ka një diçka që mund të prodhohet. Nuk i intereson aty nëse është teoria e gjithçkaje apo jo, e vërtetuar apo jo. Shkoqoj në institutet që ka laboratore dhe vazhdo. Nuk ju intereson atyre. Kjo teori është e gjitha teknologji. Faleminderit për meritet më zot. Pra ata që nuk e dinë, ngjashëm nga ngjarë edhe me James Clerk Maxwell, deri diku edhe me Einstein, edhe pse bëheshin akoma më vonë teste për teorinë e tyre, që nuk ka të bëjë me teorinë e gjithçkaje, ajo e Maxwell ka qenë për elektromagnetizmin, ndërsa e relativitetit për Einstein, që janë dek të kësaj, dhe që faleminderit më zot shkojnë më thellë, shpjegohen më thellë dhe më mirë me teorinë e gjithçkaje, që ka dhuruar më zot. Pra, edhe pse nuk ishte e vërtetuar, prodhonte teknologji. Një lloj si në këtë rast, më mirë madje dhe më shumë në këtë rast.
desha t'ja vendos diku në titull apo në ato që vjen faqet parë në video. Desha them fare shkurt diçka për Elvis Naçin. Me atë që kam parë unë, faleminderit më Zot, nga kjo teori e gjithçkaje, vetë si mesazh shkencor. Ky zbulim shkencor përmban, po themi, një thirrje për gjithë njerëzimin që rruga për të ndjekur, që njerëzimi të përparojë të dalë, sidomos tani, nga llumi ku është futur, është pikërisht të kopjojmë se si krijoi më Zot njerëzimin. Edhe pse po themi po e përmendet Elvis Naçin, sepse për bindjen time personale është njeriu më i dur nga ato që kam parë apo kam dëgjuar unë sot në rrugën toksor, që do t'i shkonte më shumë të merrej me atë që ka paralajmëruar profeti Muhamedi, paqet më Zot qumita, për marrëveshjen musliman krishterë, që ta udhëhiqte ata. Sepse kjo është me të vërtet një diçka shumë e madhe, do t'ju hiqte motivin e luftës për sa i përket ekonomisë. Askush nuk mund dalë me thonë, po ka shumë naftë atje o burra. Kjo, faleminderit më Zot, do të ofrojë plazmën nga ujë. Dhe nafta nuk do të ketë rëndësi sepse do përdoret për gjëra tjera, që janë shumë të mira, gjithashtu ka fitim. Por nuk do të ketë më motiv lufte, sepse energjia do prodhohet nga plazma e ujit. Para ca kohësh u interesova, nuk e di sa mund të jetë saktë, 1 litër e gjys ujë, nëse kur bëhet plazma nga uji, nga energjia që del nga 1 litër e gjys ujë, furnizohet shtëpia për 1 muaj ditë. Përveç asaj, se më duket të kam marrë shënim pak më vonë, pse është e rëndësishme kjo, sepse nëse ne, faleminderit dhe përmendet më Zot, ja ofrojmë botës këtë, teorinë e gjithçkaje, atë i bie që të ngelen vetëm 2 rrugë. Se kjo nga Kurani, është nga Islami. Të thonë, gjithsesi, pavarësisht se Islami, Kurani është paqe, prosperitet për njerëzimin, zhvillim, dituri, pavarësisht se fajoni muslimanëve, kush ka mësuar fen, kush ka predikuar fen, me mënyrën se si e kanë prezantuar Kuranin apo Islamin, me gabimet tona është krijuar përshtypja sikur Islami është padituri, Kurani është padituri, prapambetje ka lënë botën mbrapa. Kjo vërteton totalisht kundërtën. Pra, edhe nëse ata do ta kishin qartë këtë dhe do thonin, okay, po ne gjithsesi duam t'ju zhdukim juve muslimanëve. Atëherë, as neve njerëzve të thjesht, as udhëheqësve, nuk na ngel ta presim vdekjen në krevat. Dhe i bie që të thirret ajo që thirret pastaj. Nëse i ofrohet botës kjo dhe prap ato që duan ndoshta kanë për qëllim na zhdukin ne muslimanëve, i bie që ndahet peta më. Pse do ta them? Kjo, për ata që nuk e dinë, unë kam kontrolluar vitin 2024, nuk e di tani 2025 është mbyllur, në 107 trilion dollar xhiro vjetore prodhohet nëpër botë. Ekonomi. Kjo teori e gjithçkaje do prodhon të paktën nga jo 1 fish, po edhe nga 2 fish deri në 5 fish, e ndoshta më vonë edhe në 10 fish më shumë. Mund të shkon nëse realizohet një diçka tjetër. Po 2 fish e sipër e 5 fish prek çdo gjë, çdo teknologji në rruzullin toksor. Je vetëm kjo në fakt. Faleminderit më Zot, e kam mësuar në një video tjetër. Mjafton të marrësh shpenzimet ushtarake të një vendi jo si, po themi si quhen superfuqi, të mesëm do jetonin në botën luks. Imagjino me këtë. Heq e përsëris motivin ekonomik për luftë nëpër botë. Thjesht du të dalë dikush thotë, po unë ndihem ratë superiore, dua që njerëzit jenë sklevrit e mi, dua t'u zhduki, me pleq, me gra, me fëmijë etj, edhe nuk më intereson gjë tjetër. Atëherë, e përsëris i bie që qartësohen gjërat për gjithë. Sigurisht ka mbëri përshtypje, subhanallah, një letër që kam pas dërguar, po themi në letër numri 2 të një shteti musliman, në realitet numri 1 udhëheqësi i atij shteti.
Dhe nga gjeta që pa ta shkruajmë përveç atyre gjërave shkencore, familjen më Zot, tani e mora që ta rilexoj. Edhe i pa ta shkruaj që mund të jenë dy opsione që familjen më Zot arrihet kjo marrëveshje. Dhe opsioni i dytë, pikërisht një zbulim do duhet një zhvillim shkencor, një zbulim shkencor që do t'i familjen më Zot do t'i ulte njerëzit në tavolinë për të marrë vesh. Dhe çfarë kisha shkruar? Jo çfarë kam shkruar, po çfarë kisha shkruar se kisha pas harruar fare, imagjino. Që na ka dhuruar i Maj Zot gjëra të rëndësishme, si dikujt që ja ka dhuruar në çantë, po nuk e ka ditë që i ka aty në çantë. Dhe kanë qenë disa, nuk ka qenë teorie gjithçka. Kanë qenë pak nga teorie gjithçka. Nga ato që kam dashur të prezantoj atje. Ja. Se jeta e kishim pasur në çantë teorinë e gjithçka. Dhe po edhe fetarisht, familjen më Zot, nga kjo dieta që kam shkruar, me vargje kuranore, se dalim para se të vazhdojmë me pika tjera, ne si musliman presim Isajin, Jezusin, paqet më Zot qumëton, edhe Imam Mahdiun. Po edhe të krishterët presin Jezusin, Isajin, paqet më Zot qumëton. Po edhe hebrejt presin një Mesia. Atëherë duke e ditur që edhe nga Kurani, edhe nga Injili, edhe nga Teurati, askush nuk mund ta detyron Majën Zot në vendime. Pse do vazhdojmë të vritemi me të shkatërrohemi me njëri tjetrin? Le ta presim që i Majë Zot të dërgon Mesian e tij që të gjykon mes nesh. S'ka detyrim në fe, thotë i Majë Zot në Kuran. Se ka disa që kanë për qëllim me na hudh kundër dikujt tjetër, sepse e din shumë mirë që ndoshta mund të jetë ndëshkim. Por me këtë politikë që po ndjekin, po ja bëjnë gati terrenin. Nëse ne vazhdojmë të vritemi kështu me njëri tjetrin, ka shumë mundësi që të vinë në një popull tjetër kështu ta ketë fare lehtë. Na shkel me këmbë, dhe ata duan të na zhdukin fare. Si musliman, si të krishterë, si hebrej, se marrëveshja parashikohet musliman të krishterë, por nuk është ndalon kushdo që të hynë në marrëveshjen e paqes. Hebrej, jo besimtar, do të ishte më specifike. Po themi si aktor kryesor që të merreshim vesh në marrëveshjen musliman të krishterë. Po jo se po duam të mbyllim dyert dikujt. Po me që gjithë, sidomos fet që disa pretendojnë monoteiste, familjen më Zot, besojmë në Zot, atëherë është e kotë që vazhdojmë njëri tjetrin. Ku në ndërkohë tregtit dhe gjërat, po me njëri tjetrin i kemi më shumë, dhe mund t'i kemi edhe më shumë. Kurse tani nuk është për të trejmë edhe vende që kanë naftë, se do me plazmën e ujit do ulej shumë shitja e naftës, vetëm se për ata që nuk e din, edhe unë se kisha pas ditur, që 1 litër naftë nëse do të harxojë për diçka tjetër, mund të përdonte shumë gjëra të rëndësishme. Mund të shkonte vlera nga 1.000 deri në $10.000. Ka gjëra që tani konsiderohen luksose. Por me rritjen e ekonomisë botërore do të rritej kërkesa për prodhimin e tyre. Përveç faktit që do shkonte gradualisht. Ato vende që janë shkretir me teknologji të tillë, nuk është se ka ardhur koha e hadithit tjetër e profetit Muhammed paqet më Zot qumëton, që ka pas thënë, do të kthehen, nuk do të ndodhë dita e Kiametit pa u kthyer lument në gadishullin arabik. Nuk është ajo kohë, ndoshta për bindje personale pasi fusha elektromagnetike nga ajo e veriut kthehet në jug e jugut në veri, ndoshta mund të ndodhë kjo, po gjithsesi mund të i jeshilosem me ujitje artificiale ato vende që të ketë bujqësi, blegëtorime të zhvilluar, etj, klimë më të butë, sepse ulet shumë kosto e energjisë. Edhe diçka tjetër, se nuk e di e kam marrë, po ndoshta do Zot pak më gjatë, pak më vonë, e bën shkripëzimin e ujit, që përdoret shumë në vendet me shkretir, si në vendet arabe, vendet muslimane,
e bën akoma më mirë. Po themi të zëmë se në 1 litër ujë për ngejtë 1 miligram akoma kri pa gjëra tjera, kjo e pastron akoma më shumë dhe akoma më mirë dhe ul koston e energjisë për prodhimin e shumë gjërave dhe jo vetëm të shkripëzimit të ujit. Pa nuk është se ka për t'u alarmuar për këto vend se do bjerë në fakt. Motivi për luftë për naftën do bjerë me zotin para. Dhe deri para ca kohësh, unë e kam ditur që ajo më madhështoria nga teoria gjithçka është pikërisht plazma nga uji, plazma e ftohtë, jo me temperaturë të lartë, që s'ka as radioaktivitet. Ta sqarojmë edhe këtë, falem zot ta themi diçka tjetër, për sa i përket gjërave shkencore, nuk ka qenë Big Bang, ka qenë Aqua Blum, unë po përdor një term metaforik. Jo se si faleminderit zot shpjegohet, po gjithsesi po e quaj me metaforë Aqua Blum, jo Big Bang. Ne nuk kemi një zot të tillë që të ketë filluar krijimi me një shparthim kaotik, absolutisht kurrën e kurrës. Dhe gjithashtu po e lejoj vetes edhe për disa gjëra tjera. Për ata që nuk e dinë, për shembull, një ndër gjërat që i tmerron edhe sot e kësaj dite fizikanët është që deri sot kanë pretenduar, sipas asaj, nuk kanë asgjë për tu, nuk po e them në kuptimin për t'i ofenduar apo arrogant, dituri dhëron vetëm me ma e Zot, kështu disa herë kam gabuar, prapë në ato librat e mi ka gabime sa dush, vetëm Kurani s'ka kundërthënie. Nga mënyra si kanë konceptuar deri sot universin, kanë pretenduar që ekziston ajo që quhet tuneli Higgs. Do imagjino një top bejsbolli me një kodër, por që gjen në një vrim dhe thonë si ka mundësi universi nuk ka përfunduar në atë vrim në 100 sekonda, po në çast. Imagjino një tullumbac kur e fryn, edhe kur ti e liron edhe jo mbyllet praf me shpejtësi. Edhe kjo, si punë fshes korrenti, po si ka mundësi nuk është thithur gjithë universi poshtë. Sepse, sipas asaj që kanë konceptuar deri tani, ekziston kjo mundësi. Jo. Nuk ekziston as tuneli Higgs, nuk ekziston as fusha Higgs dhe nuk ekziston as vini re, as bosoni Higgs. Për ata që studiojnë fizik, profesor, doktor e tjerë ose që e kanë dëgjuar për këtë, kur e dëgjojnë duke thënë kështu, mund fare mi me drejt mund thonë si a lion vetës thuash që nuk ekziston bosoni Higgs, për të cilin është bërë një matje, po e them vlerën 125 GeV, edhe nga CERN i Zvicrës. Absolutisht, unë nuk kundërshtoj matin, matja është e vërtet, por nuk është boson. Fenomeni është marrë një çmim Nobel, për këtë për ata që nuk e dinë, fenomeni ekziston, nuk është do hiqet çmimi Nobel. Ndaloj zot që unë të kemi asnjë lloj dëshirës, ka këtu çmime Nobel me zotin para, më unë ngop kush do të i marrë zot. Por, po them vetëm 2, bosoni Higgs edhe Paul Dirac. Çmimi Nobel i Paul Dirac reinterpretohen. Ndalemi tek Higgs, ekziston fenomeni marrjes së masës. Unë vetë jam prova, ky telefoni është prova, ti je prova, kush ka masë është prova që ekziston fenomeni i marrjes së masës. Por se nuk është boson. Pra ata që nuk e dinë boson do të thotë kryetar, po themi si zgjatim, lakimi i fjalës në anglisht boss. Boson, një kryetar i madh, po themi që i ka përdore ato particella, ta marrin në kuptimin figurativ dhe u jep masë. Jo. Çdo particell mund të marrë, faleminderit me ato ligje që kanë ndodhur më sot, masë vet. Nuk ka nevojë për boson. Sigurisht nuk duhet të ndalem në shpjegimin e gjatë, faleminderit më sot për këtë ofrohet test për laboratorët që faleminderit më sot binden, jo thjesht pse e them unë. Dhe kjo është një diçka e bukur fetarisht, sepse po themi gjithçka është i mazot është i barabartë me gjithë ne. Vazhdo merr mas, me në kuptimin me besim, me veprime të mira, nuk është se duhet një boson me të ka përdore me dën mas. Dhe këtu për shembull të marrim një rast si këtë video. Mua më ka dhënë mazoti diçka. Elvis Nashi ka dhuruar një diçka. Por nuk është se ajo që ka dhuruar mazoti Elvis Nashi apo mua apo dikujt tjetër, nuk është se na mori një imazoti i ka dhuruar diçka dhe mënyra se si. Tani këto particella nëse do të bashkoheshin
masa, po themi në krijimtari, masa do të ishte akoma më e madhe, më e mirë dhe më e dobishme. Por nuk është se unë du ta kapi për dorë, apo ai du të më kapi për dorë mua, apo dikush tjetër, këdo tjetër, mundësia e marrjes masës në besim e veprime të mira është në dispozicion në mënyrë barabartë për gjithë. I mazot nuk i bën padrejtësi askujt. Pra ka del një shpjegim i bukur edhe në kuptimin fetar i kësaj gjëje. E përsëris, për këtë ofrohet test dhe jo thjesht pretendim teorik. Por ajo që jo çdo gjë mund ta them publikisht, thash siç për kopertinën e librit, pak ka kopertinën e librit, sepse ka një diçka që quhet novelty disclosure. Domethënë, kur ti e përhap një të re, një term, për të cilin nëse ti e përhap, nuk mund të bësh patent, sigurisht. Nga ato, po dojmë asë desha ta them pak më vonë, nuk është se ne duam t'i mbajmë të private, duam t'ja ofrojmë gjithë njerëzimit, po dojmë asë duam t'a shpjegoj pak më vonë këtë, se si. Çfarë lloj mënyre e kam menduar unë. Nuk është se nuk i kam provuar me disa shtete si në këtë rast, akoma nuk më ka pasur më zot teorinë e gjithçkaje. Për disa gjëra tentova që të gjithashtu paracakosh të kontaktoj po një ambasadë muslimane që, po themi, t'ja ofron botës, ta bën sa më shpejt, sa më sepse shteti është tjetër ndryshe. Këtë gjë që të përhapet sa më shpejt në komunitetet shkencore, sepse atje ku nisën për patent është sekrete, nuk i përhapin ato. Mua më pëlqen mendimi, mendoj sikur e kanë kuptuar, sikur e dinë se për çfarë bëhet fjalë, sepse ata që janë pajisur me dinë këtë fushë e kuptojnë shumë mirë. Për arsye se faleminderit më zot Zvicra më ka trajtuar shumë mirë. Për çdo gjë më kanë marrë në telefon, për shembull nisa disa vetëm për t'i parë, për t'i provuar se si sillen në një shtet musliman, as të morën telefon kush. Edhe unë, madje me dikë që kisha kontakt, jashtë zyrave të patentave në atë vendin musliman, ja thash janë vetëm si provë. Janë të regjistruar diku tjetër, po thash, ja ta shohim, që mos mund thonë, po s'na provove. Një sjellje komplet ndryshe. Plus që shikojnë disa lloj qarqesh, një qasje tjetër, faleminderit më zot. Me Islamin dhe me Kur'anin. Dhe me zotin para do t'jetë akoma më ndryshe. Sepse ta marrësh teorinë e gjithçkaje nga Kurani dhe të shtysh kundër Islamit është pastaj pa kuptim. Faleminderit më zot, çdo varg kuranor është për të bërë përshtypje, por faleminderit më zot më kujtohet që ndaloja ndonjëherë të mendoj tek një varg kuranor, ku thotë më zot, a do ta mohonit dhe po e them fiksni tarisht që kam fiksuar pur se vinutre, edhe pse i ushqen, edhe fare njëri mund të mendon thotë, nga ushqen Kurani? Ja si ushqen Kurani. Ja çfarë ofron Kurani. Dhe faleminderit më zot më kujtoi edhe këtë. Para ca vitesh në Itali, revista apo gazetë, nuk e di çfarë kam thënë, duhet me një video tjetër, kam pas lexuar që vetëm Bill Gates prodhonte sa 2 Italia. Do më thonë ta zëmë që Italia prodhonte $1 në vit, $2 në vit, $1 në vit, po, vetëm Bill Gates $2 në vit. Dituria, rezultate diturisë. Kurse tani imazot me një dituri që ka dhuruar vetëm një njeriu, më shumë se ç'prodhon gjithë bota. Ja kush është dituria. Ja kush është Allahu. Se kurrën e kurrës, në fakt, një ndër arsyet që pse e them këto për Elvis Nashin dhe që faleminderit më zot me përbindjen time personale do shërë marrëveshjen e paqes musliman të krishterë dhe kushdo. Vetëm fakti që i më zot e ka dhuruar diçka të tillë, një si unë, me vetëm një gjimnas, pa laboratore, pa universitete etj, pa investime miljardash,
I ma e Zot e dojnë diçka. Është një mesazh i jashtëzakonshëm nga i ma e Zot për këdo që do në ta shoh, që do në ta kupton. Një diçka që është kërkuar nga njerëz që në lashtësi. Është ndërtuar 13 miliard CERN i Zvicrës vetëm për këtë punë, për të kuptuar si është ndërtuar universi. Po diskutoni që të ndërtoni tani atë, pa themi vetëm inicialet FCC. Akoma më të madhe, akoma më të gjerë, për ta testuar. Dhe fjalët ma e Zotit i kursejnë këto lekë, sepse është mënyrë e gabuar. Për të parë për studiuar si është krijuar universi. Nuk do të dilke kur se si e kanë filluar studimin, se si është krijuar universi me laboratore të tilla. Sigurisht kanë nxjerrë gjëra shkencore të dobishme për njeriu në CERN, po jo për qëllimin për cilin është ndërtuar. Dhe s'ka asgjë, kur studion edhe mund të gabosh, nuk ka asgjë, historikisht janë bërë investime të gabuara, por gjithsesi ndonjë diçka e dobishme ka dalë. Faleminderit për meritën e Majzut. Dhe në fakt është edhe momenti që kështu si po shkon bota, është edhe momenti që bota të ndalon dhe të merret vesh se po shkon humner si pasojë vetëm me ndoshta vetëm e tekave të njeriu se të pak njerëzve. Kot në si kot. Faleminderit Majzut, para se të shikoj dhe të shënimit që kam marrë në një letër tjetër që mos zgjatemi shumë. Në fakt po ta vësh re edhe pse Allah i madhërishmi, i vetmi Zoti i adhurueshmi, krijuesi i gjithësisë, sunduesi i gjithësisë, bujari pa mas, si thotë Majzot në mbar kuranor, thonë duart e Zotit janë të lidhura, duart e Majzot janë të hapësishme, për herë ka qenë të hapësishme dhe për herë do të jenë. I Majzot mos gjithmonë të kemi mendim të mirë për të Majzot, sepse ashtu duhet ta kemi. Emri Allah ka njerëz që abuzojnë, pa ja ditur rëndësinë, pa e ditur se mund të shkojnë edhe dhe në ndëshkimeve nga i ma e Zotit, nga të botën tjetër, po gjithsesi abuzojnë akoma, kur është i njëjti emër Elohe në hebraisht, Ela në gjuhën aramaike, dhe vetë krishterët e përdorin në përvendjet arabe Allah, dhe abuzohet. Ja, teoria e gjithçkaje nga Allah. Me kënë, çfarë përbuzët tjetër, çfarë edhe e djegin Kurani. Teoria e gjithçkaje. Cilin profet ofendojnë më shumë? Profetin Muhammed, paqja të Madhe qofshin mbi ta. Kujt u zbrit Kurani? Profetit Muhammed, begatitë të Madhe qofshin mbi ta, familjen e tij, doj ma e Zot në këtë botë, në botën tjetër, brez mas brezi për herë, amin. Ja. Po njerëzit që përshmohen e ofendohen më shumë, kush janë? Muslimanët. Kjo edhe për fajin tonë, përsëris. Nga mënyra se si kanë dashur të japin fen njerëzve. Se më duhet ta them edhe këtë. Faleminderit ma e Zot, si që ka pasur dikush shiqi Zotit që i krishterë në brendim, shiqi Zotit që njoha islamin para se të njohë muslimanët. Se nuk di si mund të shku puna. Sigurisht ka uzoni ma e Zot, faleminderit ma e Zot, s'ka kush i devijon. I ma e Zot na mbaj gjithmonë në udhëzimin e tij. Doj ma e Zot besmas bezi amin. Dhe as kemi drejt mbulme për besimin dhuratë e madhe nga i ma e Zot. Edhe unë, faleminderit për mëritët ma e Zot, shiqyt ma e Zot, që kur më rikthej ma e Zot në studimin e Kuranit, s'kisha afër asnjë hoç. Elhamdulillah. Dhe mundsoj ma e Zot gjëra të jashtëzakonshme, dhe pavarësisht se pastaj dëgjoja që du të dish arabisht e tjerë, tashmë ma e Zot këshilluar prova që unë s'du të dëgjoja më kësaj lloj gjërash, pretendimesh. Sigurisht për gjithë kjo ju intereson gjithë botës, jo vetëm po themi muslimanët krishterë, kjo i intereson gjithë botës. Dhe një ndër gjërat që kam menduar unë, për shembull të marr, po ja them një emrin Michio Kaku, profesor, unë e kisha ditur që ka marrë çmimin Nobel, por jo. E di që ka shumë qejf, shumë që ka qejf teorinë e gjithçkaje, edhe çmimin Nobel. Dhe mënyra më shpejt që të përhapet është që të dërgohet njerëzve që janë pajisur me dije, edhe pse disa fusha nuk janë të atij, nga kjo, sigurisht, sepse edhe fizika shtohet në fusha,
Por ama, njës pa isu me dije, kur do të vihishin në dijenit kësaj, do t'ju thonin qeverive të tyre, stop luftrave. Këto investime, këto lekë që ju doni t'i harxhoni në për luftra, na duhen për investime. Sepse do t'investonin tjertë. Dhe do të shkputëshin aq shumë, jo vetëm ekonomikisht, po s'ditë si do shkote dhe punë dhe. Nëse do refuzonin, pra, për ne nuk do t'ishte keq. Si musliman, se mund ta bëjmë edhe familjet më zotë për vetëm më zotë, mund ta zhvillojmë edhe vetë. E përsëris kjo teori nuk don miliarda për t'u testuar, nuk don super laboratore si i CERN-it Zvicrës. Jo, sigurisht ka gjëra që mund testohen shpejt e shpejt, pak më vonë, por testohet. Për ata që nuk e dinë, teori shkencore quhet ajo teori që të jep mundësinë ta falsifikosh, ta testosh. Bën, s'bën. E vërtet, falso. Marrim një shembull, pa dashur të bëjmë polemika fare. Për ata që nuk e dinë, ekziston një teori që quhet teoria stringe, është kandidate për teori gjithçka e ajo. Ka rreth 40 vite që ka dalë. Kanë punuar dhe po punojnë në të qindra fizikanë dhe matematicianë. Matematikisht është madhështore, është super elegante, e saktë. Kur e shikojnë njerëzit, habiten. Për rrjedhoj kanë investuar rreth miliarda dollar në këtë. Deri më sot, çfarë ka bërë? Nuk ka provini re, nuk ka prodhuar dot as edhe një eksperiment të vetëm, as edhe një test të vetëm. Pse? Është sikur të thuhet duhet temperaturë më e lartë. Nuk mjafton ajo që kanë bërë në CERN të Zvicrës. Ose jemi aq shumë të avancuar sa ju nuk na arrini dot, ju nuk na testoni dot. Jo. Realisht nuk ka asgjë për të testuar, ja pse nuk kanë testuar dot asgjë. Jo se mungon temperatura. Mungon, nuk ka temperatura ashtu, por nuk duhet, s'është nevojë. Dhe duhet ta them edhe këtë, faleminderit më zot. Deri më sot, për ata që nuk e dinë, të shpjegojmë pak fjalën paradigmë, po themi mendim bazë, ligj themel nga ku nisesh pastaj. Për një zhvillim, një temë shkencore etj. Faleminderit për më rritën, më zotë kjo është në tekste librash. Kjo do ndryshon. Tani në tekstet e librave, e përsëris, faleminderit dhe për më rritë vetëm të Allahut, kjo paradigmë do të ndryshon. Cila paradigmë? Deri më sot pretendoj që çdo gjë që është e mundur matematikisht mund të ekzistojë edhe fizikisht. Absolutisht jo. Matematika ofron probabilitete. Unë nuk mund ta them fiks shkencërisht, po mjafton vetëm me këtë, vetëm çfarë lejon fizika. Është fizika që zgjedh se çfarë do të ekzistojë. Dhe në fakt një shembull është ky. Ata që nuk e dinë, ta shkruajmë pak këtu. Teoria e stringe, vini re sa jashtëzakonshme është. Me sa probabilitete është shifre. Vini re atë 500 që sipër, me 500 zero pas i bie. Nuk mbarojnë probabilitetet. Por shembull, po t'u thuash, kjo ndoshta është kështu, thonë po ka mundësi, ja, ekziston edhe mundësia tjetër. Pretendon 1 e sa dimensione? Jo. Në teoria e gjithçkaje nuk ka 1 dimensione. Universi. Pra, për të rastishtruar me një shembull, ta zëm se nuk ekziston forma e trekëndshit. Ja, unë po e bëj një formë trekëndshi. Dhe ta zëm se nuk ekziston as forma e katrorit. Nëse matematikisht çdo gjë mund të ekzistojë, si ka mundësi që për të njëjtën gjë pretendon edhe katrorin edhe trekëndshin? Kjo është një shembull që pa marrë unë për ta thjeshtuar shpjegimin, ë? Sepse fare mirë kur ju thua se pse ata ka shumë opsione, po mund të ekzistojnë dimension tjetër etj. Pse atë për të njëjtën gjë 2 figura? 2 lloj mundësish? Matematika përsëris ofron probabilitet. Fizika është ajo që vendos. Sigurisht nuk është shpjegimi fiks i shkencori edhe i kësaj, po për momentin po mjafton vetëm me kaq. Madje desha të bëj një shembull me gravitetin, sepse edhe shpjegimi i gravitetit ndryshon, shkon pak më përpara dhe më mirë.
Po dhe ajo duhet studiuar pak a shumë më shumë për të parë nëse mund të publikohet për momentin apo jo shumë publikisht. Po është një ndër shembuj që familja Majzot do hinë në histori si puna e mollës, që sipas një Rui Casagrande, historiani jo musliman, amerikan, që thot ajo puna e mollës ka pasur dikur një musliman, edhe ato studimet që bëri, disa nga studimet e Newtonit, para, gjithsesi, po themi, do familjet e përmenit vetëm Majzot, do një histori si puna saj mollës që janë kokë Newtonit, apo si ashensori i Einsteinit. Dhe që ka të bëjë pjesë përbërëse e teorisë gjithçkaje. Dhe për të përmbyllur, për të vazhduar, ne thjesht si musliman, si krishterë, si hebrej, thjesht nuk duhet të ndjekim sektet ekstremiste që duan ta shojnë botën drejt humnerës. Qoftë nga ne, qoftë nga krishterët, qoftë nga hebrejt. Ka një pakicë super e vogël. Ka edhe një po themi një që unë ndalova pak më parë. Kjo është një urtësi edhe për ne muslimanët. Unë s'kam parë dhe më sot që të përçmohet dituria, si që përçmojmë ne muslimanët, nga rezot që unë vetë ta bëj, në fakt, po edhe rasti Shqipërisë, e ka dhënë një Majzot Shqipëri. Gjithashtu përçmohet dituria. Dhe edhe diçka tjetër, i Majzot gjithmonë e ka dërguar atje ku nuk i shkon mendja askujt. Që edhe unë po ndaloj Zot që unë më fluturoj mendimi, nuk mund të dalë dikush e të thotë me këto që janë këtu, e kam nga vetja. Si e morin nga vetja, pa as universitet, as laboratorës. E përsëri si punë e telefonit. Nëse unë i dërgoj një mesazh telefoni, mund të thotë telefoni jam i zgjuar vetë. Kemi rastin e profetit Nuh, paqet Majzot qumëton, që thotë i Majzot Kur'an, ndërtoj anijen në sytë tanë dhe në mësimet tona. Pra, dituria, edhe pse ne nuk i shikojmë Majzot, është ai që na e dhuron. Po, gjithashtu, është e vërtetë edhe që në Shqipëri, po themi, edhe ne si në përbotës, tash si muslimanë si përçmohemi, në Evropë më shumë përçmohet Shqipëria, në Shqipëri më shumë përçmohet Veriu, në Veri më shumë përçmohet pikërisht zona nga ku jam unë, familjen Majzot. Mua aty e dërgoni Majzot, tink, ja, ushqej tani, nga jo që i ka dhuruar Majzot dikujt ku përçmohen, ju e përçmohen. Dhe kjo është një rast i mirë, mendoj unë. A do të mund të thonte më Evropa që nuk ju duam në Evropë? Heqini minarën edhe hajdeni? Ku në Shqipëri ka dhuruar diçka të tillë i Majzot, teorinë e gjithçkaje? Përveç faktit të Elvis Naçi, që është një person afër teje, nuk është hoxh, me një intervistë, bëri përshtypje ka ca vite që kam parë, thash, wow, ky qenë ka me Zotin para me zgjedh për kryeministër. Ti nuk i pas shkuar në mend ndonjëherë për pushtet, përveç aftësive. Akoma të rrim me këta, me këto mundësi që po ofroni Majzot. Ku shqiptarët do të shesin drogë, dërgojnë fëmijët e njëri tjetrit, o prostitucion, ose këngëtar, të mushin burgjet e Evropës, të botës, apo mu vera milioni tjetrin me gjithë botën. A thuti se to nuk na konsiderojnë ne fare. Ja, si puna ime për shembull. Kujt mund, as mua, jo, dikujt tjetër, nuk më ka fluturuar mendimi. Që Majzot të më dhuron teorinë e gjithçkaje. E përsëris kjo ka nevojë, familja Majzot më kujtoi Majzot, ka nevojë për laboratore, ka nevojë edhe për matematikë të avancuar. Që të përmbyllet, po duhen edhe eksperimente, dhëna e tjerë. Po që t'i kthejmë muhabetit. Shqipëria ne nuk ja kemi nis asgjë.
as shkollat nuk janë në standardet e duhura të botës. As spitalet, rrugët që janë bërë këta apo hoteljet duhen prish, duhet filluar nga e para. Me kurudha. Madje pash atje në Riyadh të Arabisë Saudite, më pëlqeu shumë ajo metroja që është poshtë tokës nëpër që kam parë unë nëpër Evropë, kurse atje ishte sipër. Imagjino, Riyadhi ndoshta është më i madh se Shqipëria. Ta bësh Shqipërinë për 1 orë. Për 2 orë në Mitrovic, në Ulqin, në Maqedoni. Dhe me këto, i ma i Zot i ka dhuruar mundësitë. Si thanë i kalon Islami mrapa, i kalon Kurani mrapa. Ja Kurani. Dhe dua të them me këtë shkurtimisht, nuk e pata marrë fare për ja vlen të thuash, në gjimnaz, si pas mesatarës normal, dhe unë shkova dhe u futa te, ku është klasë gjimnazit, shkova futa te klasë gjimnazit. Dhe isa erdhëm edhe më thanë, jo, ti du të kalosh tek bujqësorja, vetëm si pasoj e biografisë, dhe biografi vetëm si familje fetare, jo si familje agallarsh. Dhe isa familje ma i Zot, pas 2 javësh, madje unë ma e menë si sot, madje më ka thënë që është akoma gjallë në Rushdi Biba, gjithësi drejtori shkollës, usolmi, ma i Zot e shpërblet, pas i më dëgjoj, tha, shko thuaj kushërit tënë, tha Osmanit, tha i sjellë emrat, imagjino, jo shkolla emrat, i sillte kryetari i këshillit të fshatit, emrat për gjimnaz dhe jo për gjimnaz. Edhe kur shkova i thash Osmanit, tha, po sa ke pas mesetar? Thash, sikur se du ta kish, përderisa ke quajtur emrin, do të kish parë edhe mesetar. Ka që është mesetar, do të shkruaj emrin për gjimnaz. Thash, se në fakt motra vet, kushira ime, se edhe kushinje kam këtë Osmanin një tifis, një ndër vajzat më të mirë, janë vajza më e mirë në klasë. Po mesataren e kishte aq sa e kishte. Thash, ke futur motrën tënde në ku mesatarja e saj është 8.5, kjo është 9.7. 2, ajo edukata morale politike, 8, se kishte frikë, ish hoxha, jo se kishte me të keq, po. Kishte frikë të mendose mua 10, sepse ishte edhe punë e politikës, edhe një dysh në lëndën e biologjisë, se maj mendë edhe këtë, u lodh pastaj mësuesja, duke mendosur 10, pa e dyshi nuk u rregullua. Njeri më duket se ajo ka qenë 9. Gjithsesi, pra ato komunistët më nxorën mua në bujqësore. Faleminderit ma Zot pastaj, se po këtë drejtori shkollës tha, a ke babin ke shtëpia, thash, jo, nuk është për momentin, tha, thuaj të vjen të kalon këtej, edhe kryetari kishte gjithashtu, faleminderit ma Zot, pastaj kalova në gjimnaz. Po gjithsesi, e kanë shitur komunistët dhe edhe sot dëgjojnë tek shqiptarët e Kosovës që duhet të ndalojnë Shami. Unë jam i biri nënës me Shami. Është ajo nëna Shami që i ma Zot e bëri sebeb që të më shtirë në zemër dashurinë për fenë dhe për Kuranin, që mësoj para se më fut në shkollë dhe surën e parë El Fatiha dhe 3 suret e fundit. Ja tani, nga i biri nënës me Shami. Nga këto teknologji, a do t'i pranorit nga i biri nënës me Shami nga Kurani? Për gjithë botën? Apo do thonit, s'ma nuk i duam ne, nga ato që kanë lindur nga nënët me Shami. Kurani është për gjithë botën, nuk është vetëm e arabëve. Tha Rusdia dhe ishte, ja, i pjesë i shkon edhe këtij, Hebrot Musliman Gabriel Mandi, në fakt është i vetmi që kam parë në ëndër. Që du t'jepja një diçka, ishte e qartë ëndra, që unë du t'jepja një diçka, një sadaka për shtëpi dhe ma mundëse i ma i Zot që ta bëj. Ka shumë vite, sepse thellë e kam kopjuar unë disa mënyra studimesh nga Hebreu Musliman Gabriel Mandel, ato që janë pas përkthimit. Është italisht përkthimi, nuk është arabisht. Në fakt Kurani është i vetmi libër që pretendon se ka ardhur për gjithë botën, dhe ja, teoria e gjithçkaj për gjithë botën. Është e kotë që luftojnë muslimanët për fe, është tepër e kotë.
E përsëris, imazot nuk do të tyron fe, du të bërë marrëveshje musliman krishterë dhe përsëris. Është ajo shprehje popullore që thotë kush të lavdron në sy është sikur të shan për mbrapa. Këta janë shprehje popullore. Ndërsa thënia e profetit Muhammed paqja të Madhe qoftë me të është edhe për një diçka të vogël për gëzoni. Me ato që po merret televizionat që nuk janë vogël, janë super të mëdha, dhe po thoja, unë nuk kam parë farë më të mirë që të merrem me këtë punë. Njëri më të madh në rruzën toksor, që e ka me aftësi që të kalojë më Zot, unë nuk kam parë. Të shko. Edhe nëse, për shembull, një shtet do thonë, ok, ma sill studimi. Në rregull, ne ja japim atij shtetit, do më thotë të themi diçka më gjatë pak më vonë. Ja japim studimin. Kemi rastin e profetit Jusuf, paqja të Madhe qoftë me të. Nuk ju tha atyre kur ja quan ëndrën ta interpretoi o burra, pra mos i tregon mbretit, hajde të mbjellim ca misë se do ka krizë, ca vite më vonë të bëjmë një lek si bandat. Ja. Islami nuk përparon me banda, përparon me komunitet. E gjithë bota në fakt. Dhe ajo që po thojë mesazhi shkencor i kësaj teorie gjithçka është me komunitet. Jo me Big Bang, me Aqua Blum. Nuk e di për këteva ujëzim e për këtë në Shqipe. Po sigurisht i ka ca kushte. Sepse nuk janë ato vende arabe që kanë investuar në studimet e mia, se sigurisht një pjesë familje Madhe Zot, gjithë atyre që kanë investuar mua, familje, farefis, miq, shok, pse mos të them emrat si Qemal Cibaku, Eduard Bushi, Shahir Brika, farefis e shok, familjarist me vlezër, edhe një tjetër nga Kuksi, Toptan Bici, gjithë kanë një pjesë, përveç farefis, kushërin e tjeri, dhe faleminderit me ato që më kujtojnë këtu, po ja them edhe jemi kushërin moshatar, por ka qenë një vit pas në shkollë, se nëna ime ka dash të më fus një vit, më ka fut një vit para që të më fus në shkollë me kushirin e vet, në shkollë fillore, më që e merr nga klase parë te klase 4, që ka qenë 4 vjeçare atëherë, dhe më kanë futur 5 vjeç e gjysmë në shkollë, dhe ka qenë një vit më pas, e më mbi emër Hekuran Sheu, edhe ai ka investuar në këtë imazh do ta shpërblej, siç e ka shpërblyer, siç do ta shpërblej, matematikisht, po të kishte vazhduar në universitetin me diturinë që i ka pasur imazh Zot matematik, do ta kisha mbyllur me Hekuran Sheu. Kështu disa njerëz ka marrë i qatë komunizmin në Shqipëri. Gjithsesi ja vlen tregohet një histori e bukur me Hekuranin. Unë mendoj që në Tiranë i ka dhuruar imazh Zot dyqanin më të mirë, barakallah, mashallah barakallah, edhe pse nuk është po themi në një qendër komerciale e famshme, po kthehemi tek puna e diturisë. Ndërtuesi i ka vendosur planin vetëm parasysh, i ka thënë zgjedh ku e don dyqanin. Po të më kishte dhënë mua, nuk do të kisha gjetur asku është kati. Jo pikërisht dyqanin që i bie me fytyrë nga rruga kryesore dhe dyqanin e parë kur futesh nga rruga kryesore. Edhe ja ka vendosur gishtin. I pajisur me shumë dije matematike, vizatim teknik. Pra nuk i ka shkuar dëm dituria. Përveç që familja Madhe Zot barakallah është marrë me biznes edhe me biznese të tjera, merret gjithashtu, po e jashtëzakonshme si histori për t'u treguar. Nuk shkon asnjëherë dituria dëm. Dhe familja Madhe Zot që më kujtoi edhe këtë, nuk mund ta lëm dhe nuk duhet me Zotin para të lëm fëmijët tanë na edukojnë njerëz të tillë. Dhe kam një qindarës, kur ecë ka Shqipëria para me drogë, aq më ish me prostitucion, kam lexuar një hadith profet Muhammed paqja të Madhe qoftë me të, më doli aty në Arabinë Saudite lekt e prostitucionit një. Dhe të fajdes 2 nuk i pranonte imazh Zot. Për shembull, mund thot dikush, po pse të bëj seba pra unë, nëse dikush është marrë me fajde me prostitucion, që mos ngarkohesh akoma më shumë gjina. Për ato, thjesht jepi. Dhe sigurisht me lekë të tilla nuk është mirë të ndërtohen për shembull institucione fetare. Pse? Se ato ngelin dhe Allahu nuk e pranon. Imagjino të ndërtosh një xhami me lekë të tilla, nuk e pranon Allahu kurrë. Më mirë jepi. Heqin nga duart. Pra ata që nuk e dinë, edhe fajtja është imoralitet. Disa filma, disa qindarka është sikur me kry disa herë imoralitet. Imazh Zot na ruaj, do imazh besmas bezjamin.
Dhe desha të them, për ata që duku të vetja, sikureth vendi i para me drogë me prostitucion, me qenë këshin esë për para e përsëris Kalabri, Sicili, Kolumbi, Afganistani, para ca kosh, më të përpambetur. Me këtë që ka dhuruar ma Zot me teorinë e gjithçkaje, nuk janë as këto që ndarkas, ja. Madje duhet ta them diçka tjetër, para ca kosh, më tha dikush, është një vend musliman i pasur, i ma Zot i tregon edhe rastet e pasurisë etj, po i ma Zot mësos që për vete mos mashtrohem në asnjë lloj drejtimi në rrugën e të ma Zot. Ma Zot na mëson dhe ma Zot besmas bëj sikur mos ta shesim botën tjetër për këtë botë. Jo vetëm ai shtet, por shumë shtete me këtë që ka dhuruar ma Zot, për meritën e ma Zot, janë 100 darka. Dhe bëhet fjalë për një shtet që e ka gjirën 1 trilion e sa në vit. Janë 100 darka me këto që ka dhuruar ma Zot me teorinë e gjithçkaje. Dhe faleminderit ma Zot, është diçka shumë interesante me disa gjëra që po vuan njerëzimi sot me këto zbulimet shkencore, lehtësim për njerëzimin, në fakt gjitha drejtimet, jo vetëm përveç faktit që në këtë, dhe ma Zot ma mësoft për vete, dhe ma Zot besmas bëjë gjitha tyre që kanë investuar në mua, është se vapi deri ditën e Kiametit, sepse këto teknologji me Zotin Pare dhe faleminderit për meritët më të atij do shkojnë deri ditën e Kiametit. Derisa të ketë dunja. Është jashtëzakonshme. Është jashtëzakonshme bujaria e Zot. Dhe faleminderit ma Zot që ma kujtoi edhe këtë. Para ca kohësh, nuk është se s'po e them për momentin, në një ligjërat ti Elvis Naçi tregoi një histori që kur e hudh diçka, domethënë e hudh në rrugë të Zot, pa pretenduar asgjë. E hudh. Edhe tregonte se si ja kishte kthyer ma Zot dikujt. Sigurisht Elvis Naçi nuk e dinte për disa libra që faleminderit ma Zot kam publikuar, po nuk e dinte për këtë. Edhe mbaj mend mua aty këtu përpara ku po bëj videon tani, më mundsoi ma Zot t'i hudhi. Dhe kur i hudha, mendova, doj ma Zot do të më sjellë në botën tjetër. Kështu di sa kohë mu duhen që do dalin këto gjëra. As nuk më fluturoi mendimi që ma Zot vetëm pas pak vitesh më mundsoi të shikoj rastësisht një eksperiment nga ata që ju kam nisur, kontrollova madje, mund të ishin rreth 100, ndoshta rreth 100 emailë që kam nisur në institucione të rëndësishme shkencore, laboratorike, po edhe gazeta ndërkombëtare etj, për disa gjëra që i ftoja t'i eksperimentonin. Dhe pash që kishin filluar shumë të eksperimentonin. Dhe faleminderit ma Zot, o mësoj ma Zot këtë lloj studiu më bën kaq muaj. Po desha të them, kur e hudha nuk është se po them Elvis Naçi kishte për mua, ai po marrte ligjërat për punë vet, po më mundsoi ma Zot e përsëris ta hudhi. Dhe as që kam përveç faktit që as në ondat më të larta nuk e kam menduar njëherë që ma Zot do të më dhuron teorinë e gjithçkaje. Si thotë ma Zot Kur'an, për rastin e profetit, jo vetëm për profetëve, po edhe të neve, kur na mori premtimi, që e deklaruam kur na nxori nga veprat e Ademit dhe nga bota tjetër dhe pranuam që ka vetëm një Zot dhe që do adhuronin vetëm ata. Tani e përsëris këtë botë ne nuk na kujtohet, po thotë ma Zot Kur'an që mos mund të thoni nuk e dinin. Pse robi nuk mund të thotë që nuk e di? Sepse, siç kam thënë në një video tjetër, në ADN-n tonë regjistrohet gjithçka dhe e kemi në ADN-n tonë. Ka dërguar librat e shenjtë për gjatë gjithë historisë që të shpluhurosën diturisë që kemi në ADN, edhe pse nuk po themi e mbajmë mend. Si në rastin gjithashtu kur thotë ma Zot profeti Muhammed paqja të Madhe qoftë me ta, ti nuk shpresoje që do të jepë libri Kurani. Ku në ndërkohë që po ashtu e thotë ma Zot Kurani që kishte marrë premtimin nga profetët për misionin e tyre. Aq më hiç shpresoja unë që do më jepë teoria gjithçkaje.